Romani Dy vajza me autore gazetaren e njohur turke, Perihan Magden, vjen i përkthyer në shqip nga shtëpia botuese Skanderbeg Books. Perihan Magden ka lindur në Stamboll në vitin 1960. Ajo është gazetare dhe kolumniste e njohur e gazetës turke Taraf. Kur u botua në vitin 2002, romani Dy vajza e lëkundi themelin e kulturës turke, duke bërë padyshim një ndër librat më të rëndësishëm të botuar vitet e fundit. Në fakt, pa që sa libri më interesoi dhe autorja. Jo për faktin që letërsia turke ka hyrë tashmë me disa autorë në Shqip, duke nisur që nga Orhan Pamuk, ndoshta me tregimet më të hershme të botuar të përkthyer nga herët në të botuar herët, por Perihan Magden është nga ato figura, të thosha femërore, po jo vetëm sepse është femërore, kam thënë në Shqip, por një figurë edhe një zë shumë i fuqishëm në Turqinë e sotme. Është një autore bashkëkohore e cila veçanërisht me romanin Dy vajza e tronditi, të thosha rrethet letrare, i tronditi rrethet letrare turke, pikërisht për faktin se solli një gjë, të cilën deri dje flitej nëpër kafenet dhe thuhej nëpër kafenet, por nuk thuhej do të hapur. Perihan Magden në një mënyrë i thyu këto kanone, këto barriera, dhe solli në letërsinë turke një z sa rebel po aq edhe të brishte të ndjeshëm. Zërin e një gruaje e cila pa të folur shumë edhe fuqishëm nëpërmjet artikujve të saj, por tani dilte me një roman dhe e thoshte hapur ato çfarë ato e thonin çdo ditë në mënyrë të heshtur. Historia e vajzës me emrin Behie ngacmon realitetin shqiptar me dramacitetin që përcjell, e në fakt libri tërhoqi vëmendjen e lexuesit. Kjo ka qenë arsye pse ky libër edhe në mënyrë të rrufeshme u tërhoq nga lexuesi shqiptar, megjithëse publiciteti për këtë nuk ka qenë, pasi janë shumë autorë dhe sigurisht humbasin autorët në këtë tur autorësh, gjithsesi Perihan Magden dhe ky libër tërhoqi më njëherë vëmendjen e lexuesit, sepse historia është një histori e përngjashme që ndodh çdo ditë në familjet tona, është histori familjare, të thosh, histori e përditës që është po aq sa shqiptare, aq edhe evropiane, po aq turke, por veçanërisht shqiptare, duke qenë sepse ka brenda shumë elementë që janë të përbashkët, që ka të bëjnë me kulturën tonë, që ka shumë sa ajo turke dhe shqiptare ka shumë, të thotë pikërisht për këtë goditje që ndodh midis dy gjeneratave, për klasë që ndodh midis dy mentaliteteve, dy kulturave, klasave të ndryshme, të cilat në një moment caktuar sigurisht ballafaqohen ashpër. Mund të jetë i kuptoshëm shumë lehtë rrëfimi i Perihan Magden nga lexuesi shqiptar. Sigurisht Perihan Magden është stiliste, është një autore, nuk është një autore thjesht, nuk është autore që të zgjumi. Perihan Magden është autore që ka një stil shumë të veçantë dhe ka një stil, të thosha, edhe një ritëm shumë të fortë, kërkon përqendrim, por gjua saj është shumë e qartë, shumë e hapur dhe shumë e ndjeshme. Është një autore që meriton të lexohet, si thot Orhan Pamuk, një autore e cila në një mënyrë është një nga autoret më mendjentritura të kohës tonë. Mendoni, flet Orhan Pamuk. 21 janari, një histori e papërfunduar, është botimi i sjell nga dy bashkautor në logon e shtëpisë botuese Toena. Një jurist dhe një sociolog kanë nxjerrë për botim një libër mbi protestën e vitit që shkoi. Bëhet fjalë për Fatmir Xhafën dhe Kosta Barjabën. Sociologu Kosta Barjaba tregon qasje dokumentare, por edhe studimore të tragjedisë së një viti më parë. Libri në radhë të parë është një omazh, një respekt dhe kujtim për të vrarët të 21 janarit, dhe përgjithsisht për një omazh për protestuesit shqiptar. Libri është gjithashtu një vazhdim i idealeve të protestave që kanë para dhe pas 21 janarit në funksion të realizimit të ndërtimit të një Shqipërie më të mirë, të një Shqipërie më demokratike, me një demokraci funksionale dhe me një qeverisje më të mirë dhe me një cilësi jetese më të mirë për qytetarët shqiptarë. Në këtë kontekst, shqiptarët ndeshen për ditë, pra jo vetëm me mungesën e një hapësire reale të demokracisë funksionale, por dhe me problemet të qeverisjes, të korrupsionit, dhe përgjithsisht të mungesës së një cilësie jete të mirë për ta. Gjithashtu dhe konkluzioni i librit është që 21 janari ishte rezultat i evoluimit dhe i shndrimit të pakënaqësisë publike dhe ngritjes së saj në shkallë më të lartë. Pra patëm para këtij momenti, para kësaj ngjarje, një universalizim të pakënaqësisë publike
jo thjesht të protestuesve shqiptar, por të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo i solli ata në bulevard për të protestuar. Konkluzioni i librit është që protestuesi shqiptar është një kampion i qytetarëve të këtij vendi, i popullsisë së vendit, sepse në protestat 2 viteve të fundit kanë marrë pjesë qytetarë të varfër, por kanë marrë pjesë edhe njerëz jo të varfër. Kanë marrë pjesë qytetarë të papunë, por kanë marrë pjesë edhe njerëz që kanë bizneset e tyre. Kanë marrë pjesë njerëz të thjeshtë, por kanë marrë pjesë edhe intelektual dhe njerëz të mirëarsimuar. Kanë marrë pjesë fshatarë dhe qytetarë të rinj dhe të moshuar, gra dhe burra, vajza dhe djem, nga të gjitha fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë, nga të gjitha krajinat e vendit, dhe përgjithsisht pra protestuesi shqiptar u krijua si një kategori duke përfaqësuar qytetarin shqiptar dhe i cili nga ana vet përfaqëson pra një kampion të gjithë popullsisë së vendit. Prandaj dhe rikthehemi në përfundimin e parë që 21 janari dhe përgjithsisht protestat publike në Shqipëri ishin protesta të gjithë qytetarëve, ishin pra protesta që ndoqën për shkallëzimin e pakënaqësisë publike, e cila erdhi duke u zgjeruar derisa u universalizuar si një protestë e madhe popullore e shumicës së qytetarëve shqiptar. Në libër flitet për ndikimin e 21 janarit në jetën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, duke treguar se kjo ngjarje e ndahu kohën e shqiptarëve më dysh, në para dhe pas 21 janarit. 21 janari ishte një sinjal shumë i fortë për shoqërinë shqiptare. 21 janari i tregoi të gjithë qytetarëve shqiptar që ngjarje ose kohë për të cilave ata mendonin se ishin ndarë, ose mentalitete dhe mënyra qeverisjeje për të cilave mendonin se ishin ndarë, janë akoma prezente në jetën e shoqërisë shqiptare, në mentalitetin e elitës së qeverisë dhe të klasës së qeverisë në Shqipëri. Prandaj 21 janari ishte jo thjesht një sinjal, por tregoi edhe një ndarje të madhe që ekziston në Shqipëri, një ndarje të madhe midis të qeverisurve dhe qeverisësve. Është një ndarje që mund të themi një ndarje midis që tregon diferencën midis qytetërimit dhe asaj që mund ta quajmë barbari politike, sepse vrasja e qytetarëve protestues në një protestë publike nuk mund të quhet përveç se barbari. Pra ishte një 21 janari tregoi kontrastet e mëdha që ka në shoqërinë shqiptare, jo thjesht kontraste midis vizioneve qeverisëse, por kontraste të thella midis qytetarëve dhe shtetit të tyre, dhe qeverisës së tyre. Dhe pikërisht ky është një lexim që libri i bën asaj që ndodhi, duke lëshuar sinjale, ose duke emetuar sinjalin që 21 janari duhet të lexohet, ngjarja që ndodhi duhet të lexohet siç duhet nga të gjithë, në mënyrë që të gjithë shqiptarët të nxjerrin mësime që të mos i lejojnë pra edhe qytetarët, edhe qeveria, edhe të qeverisur pra edhe qeverisit duhet të mos lejojnë që pakënaqësia publike të arrijë në atë shkallë të tillë saqë të krijohet pra një konflikt antagonist midis qytetarëve dhe qeverisë së tyre, midis të qeverisurve dhe qeverisë. Gazetarja e njohur Violeta Gjoka vjen tashmë si shkrimtare për lexuesin shqiptar me romanin me titull Në kufit e mundimit, nga jeta e një gruaje. Hedh hapat ngadalë në udhën e pashtruar të jetës sime. Kthej kokën e shoh vitet që më ndjekin pas, vitet e hirët e që herë zbardhin me një fekse roz. Libri i fundit i Francis Fukuyamës, Fillesat e rendit politik, sjell në Shqip nga botimet AIS, është një përpjekje për të krijuar një teori të re mbi historinë e zhvillimit politik të shoqërisë njerëzore, duke zhvilluar më tej pikpamje të parashtruara mbi 40 vjet më parë. Edhe pse vet Fukuyama nuk është historian, në librin e tij të fundit ai përpiqet të bëjë një sintezë universale, të cilën pak historian janë përpjekur ta bëjnë pas historianëve tashmë të njohur. Botimet Wegen sjellin librin studimor Biznesi, taksat, manipulimi, me autor Fatjon Koston. Në libër pasqyrohen rregullat e organizimit strukturor të biznesit, duke vazhduar me një shpjegim të taksave dhe tatimeve në Republikën e Shqipërisë, duke përfunduar me strategjitë
e përdorura për të manipuluar detyrimet fiskale.